Japse boja e flokëve po ju del shpejt. 5 gabimet që bën çdo femër kur I lyen flokët. Çdo e treta grua kur lyen flokët e saj, krijon edhe disa gabime të paqëllimta. Zonjat e reja e bëjnë këtë në një përpjekje për të diversifikuar pamjen e tyre, ndërsa gratë e moshuara nxiten nga dëshira për të mbuluar thinjat e tyre në gri. A të del boja e flokut brenda pak javësh? Nuk është boja problemi. Këto janë 5 gabimet që I bën pothuajse çdo femër pa e kuptuar. Gabimi I tretë është arsyeja kryesore pse ngjyra zbehet kaq shpejt. Dëgjoni videon deri në fund dhe kuptoni pse boja nuk zgjat sa duhet në flokun tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gabimi I parë. Ngjyra e flokëve shumë e shurdhër. Zgjedhja e ngjyrës së flokut shumë të shurdhër zakonisht shton disa vite të reja në moshë. Një efekt I ngjashëm arrihet shpesh në shtrembërimin e ngjyrave njëra mbi tjetrën. Prandaj, nuk duhet I lyeni ato në mënyrë të gabuar pasi mund t'ju humbas edhe disa vite në pamjen tuaj. Gabimi I dytë. Ngjyra natyrale e flokut. Shumica e grave mbi 50 vjeç kanë absolutisht gabim kur mendojnë se duhet I lyejnë flokët me ngjyrën që I kishin kur ishin të reja për të dukur akoma dhe më të reja. Por kjo është një qasje krejtësisht e gabuar, sepse me kalimin e viteve lëkura bëhet më e zbehtë dhe humbet pigmentin e saj. Prandaj ngjyra e vjetër e flokut me siguri nuk do të përputhet me ngjyrën e saj dhe do ju shtoj edhe më shumë disa vite në duken tuaj në moshën e plakur. Është më mirë të vini bashkë në një nuancë më të lehtë dhe të flisni me profesionistin për të zgjedhur ngjyrën që ju përshtatet më shumë. Gabimi I tretë. Flokët e thinjur. Natyrisht nuancat e flokut gri janë jashtëzakonisht të rëndësishme, por në rast se nuk janë natyrale. Meryl Streep dhe Emma Thompson janë shembuj të shkëlqyer të flokëve të bukur natyral gri, të paktën kështu duket. Në fakt, ka një ndryshim midis flokëve që kanë humbur pigmentin e tyre dhe atyre që kanë thekse të përsosura të grisë. Gabimi I katërt. Brava klasike. Flokët e hollë dhe pa ngjyrë zakonisht duken të pajetë. Flokët do të dukeshin shumë më efektiv nëse ngjyra në to do të ishte me një ton më natyral. Gabimi numër 5. Zbardhja e flokëve. Zbardhja e shpesht I than flokët, duke I bërë të pamundur rigjenerimin e tyre. Përveç kësaj, flokët gri janë më të trashë dhe më të hollë, prandaj nuk duhet I nënshtroheni shpesh njollës së metodave të tjera të ngjashme agresive. Pas ngjyrosjes, sigurohuni që të përdorni një maskë, vaj flokësh, shampo esenciale dhe kondicioner. Është e rëndësishme që të përdorni edhe mënyrat e duhura për të përshtatur me ngjyrosjen e flokut tuaj, dhe nëse nuk e bëni dot atë në kushte shtëpie, drejtohuni tek profesionisti. Ndryshimet gjithmonë na bëjnë të dukemi më mirë, dhe kryesisht femrat, nëse bëjnë ndryshime në ngjyrën e flokut të tyre, padyshim që të duken edhe në pamjen e jashtme më të bukura. Edhe një lyerje floku, një prerje, një ndryshim outfiti do ta rifreskojë pamjen tuaj. Me kalimin e ditëve të ftohta, gjëja më e rëndësishme është të kujdeseni më shumë për flokun tuaj. Ekspozimi për një kohë të gjatë në diell në temperatura të ulta të larta në kripën e detit ose edhe në stiluesi të ndryshëm dhe mund të krijojë edhe një humbje të cilësisë së flokut tuaj, por sigurohuni që të mos bëni këto gabime. Mos I lani flokët menjëherë ditën që I keni lyer. Prisni të paktën deri në 72 orë. Prisni deri në 3 ditë që shtresa e kutikulave të mbyllet plotësisht për të përthithur molekulat e bojës. Mos I lani flokët më shpesh se 2 herë në javë. Armiku më I keq kundër bojës së flokut është uji. Pasi t'i keni larë me shampo flokët, lini që uji të rrjedhë vetëm për disa minuta në flok, por jo më shumë gjatë. Uji I nxehtë dëmton shtresën e jashtme të kutikulës dhe kjo është një nga arsyet më të zakonshme që lidhet me zbehjen e ngjyrës. Sa më I nxehtë të jetë uji që shplani flokët, aq më shpejt do të zbehet ngjyra.
Përdorni gjithmonë një balsam pasi flokët e lyer me shumë gjasa janë më të brishtë dhe më të thatë. Balsami ndihmon në krijimin e një pengesë mbrojtëse e cila mund të pengojë ngjyrën tuaj të shpëlahen shpejt. Thajini me peshqir para se të përfundoni në tharsin e flokëve. Aplikoni gjithmonë një spray kundër nxehtësisë përpara se të përdorni mjetet të nxehta si pjastra dhe mashat për të stimuluar edhe stilimin e flokut. E fundit, por jo më pak e rëndësishme për shëndetin e flokut tuaj, sigurohuni që të kalojnë 6 javë nga lyerja e fundit përpara se të lini një takim tjetër në sallonet e bukurisë. Ndjekja e kësaj rutine do të jetë më e mirë gjithashtu edhe në mbajtjen e flokut tuaj më të shëndetshëm dhe më cilësor. Dëmtimi ose rënja e flokut është një nga problemet për të gjitha moshat dhe gjinit. Ekspertët këshillojnë flokët që duhet i kushtoni më shumë rëndësi edhe gjatë larjes së tyre. Shampoja aplikuar në mënyrë të gabuar, balsami jo i duhur ose një lëvizje e thjeshtë janë gabimet që mund të shmangen për të pasur flokë të bukur gjithashtu edhe më të shëndetshëm. Sipas Elfline, në këtë video do të rëndisim disa nga gabimet që bëni më shumë, të cilat mund t'ju çojnë në rënje të flokut. Shampo nuk duhet të aplikohet në qendër të kokës. Ajo është një nga zonat më delikate dhe për këtë motiv shampot duhet të aplikohen në pjesën e pasme të kokës dhe jo lart saj. Në këtë mënyrë nuk do të stresoni lëkurën e kokës, ndërsa do të shmangni edhe rënjen e flokut. Nuk duhet të ushtroni shumë forcë kur t'i masazhoni ato. Kur të lani flokët, lëkura e kokës duhet të masazhohet me kujdes me majrat e gishtave. Fjet e flokut nuk duhet t'i fërkoni shumë fort me njëra tjetrën. Nëse do të bëni këtë veprim të fundit, majat tuaja të flokut do të bëheshin me 2 koka dhe shumë të ashpra. Nuk duhet t'i lani flokët çdo ditë. Flokët tuaj nuk duhet t'jenë më të pastër nëse i lani çdo ditë. Përkundrazi, larja e shpeshtë i bën flokët të yndyrshëm dhe më të pistë, përveç se i dobëson në mënyrë të konsiderueshme. Uji nuk duhet të përdoret shumë i nxehtë. Nëse nga njëra anë uji i nxehtë bën shampon dhe balsamin më të depërtueshëm në flok, nga ana tjetër i than shumë ato, pasi të përdoret edhe tharsja e flokëve. Ndaj shplajini gjithmonë flokët tuaj me ujë të vakët. Nuk duhet ta egzagjeroni gjithashtu edhe me maskat. Në mënyrë që maskat e flokut t'japin efektet e shumë pritura nga ju, ato duhet të përdoren vetëm një herë në javë dhe jo më shumë se kaq. Nuk duhet të përdoret më shumë se sa duhet shampo e thatë. E përshtatshme dhe dobishme në rastin e urgjencave, shampot e thata nuk duhet të zëvendësojnë në shampon e vërtet, sepse ajo nuk i heq papastërtitë e flokut. Balsami nuk duhet të aplikohet deri në rrënjën e flokut tuaj. Balsami dhe kremi i flokëve shërbejnë për t'i bërë flokët të lëmuar dhe të butë. Pikërisht për këtë motiv, ato duhet të aplikohen te maja dhe mesi i flokut. Flokët nuk duhet t'i keni pa lagur kur i hidhni shampo. Shampoja duhet të aplikohet mbi flokë plotësisht të lagur. Rezultatet do t'jenë më të mira pas përfundimit të procesit të larjes së flokëve, pasi ato do të shkëlqejnë më shumë. Nuk duhet t'i shpëlani pak. Për flokët, një kujdes tepër të veçantë duhet të tregoni edhe kur i shpërlani ato, pasi uji nuk duhet të heqë vetëm shampon, por edhe të gjitha papastërtitë e saj. Pra bëni një shpërlarje të flokut të kokës për një kohë edhe më të mirë. Mos blini shampo shumë të lira dhe me cilësi të dobët. Edhe në rastin kur blini shampo, të ndoheni nga çmimet e ulta që ofrohen në treg, por duhet të dini se një çmim i ulët do të thotë një cilësi jo e mirë. Mundohuni të blini shampo profesionale të parukeri ose parukeria juaj, të cilët kanë edhe cilësinë e duhur. Më mirë të blini një shampo cilësore se sa të shpenzoni para për lyerjen e tyre, të cilat gjithashtu mund t'i dëmtojnë flokun tuaj. Mos i lyeni flokët tuaj në parukeri jo profesioniste. Flokët ashpërsohen sidomos në rastet kur i lyeni tek një jo profesionist, prandaj mund të pësojnë edhe dëme të mëdha deri në djegjen ose këputjen e tyre. Zakonisht pjesa më e madhe e femrave nuk gjejnë rehat me flokët dhe ndryshojnë vazhdimisht paruker, duke harruar se kjo është në dëm të shëndetit të flokut të tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.